E ka tepruar shumë me fjalët e rënda që ka përdorur ndaj banorëve, kështu që ne kemi zgjedhur 8 fjalët më të rënda që ai ka thënë. Malit i ka thënë: "Ti nuk ke gjak shqiptari." Arditit i është drejtuar, po kërkon babajin të tu, ndërkohë që babai i Arditit ka ndërruar jetë. Brikenës i ka thënë: "Promovon trupin në përmise." Dhe vazhdon pastaj me Luizin që i ka thënë këngëtar BQ, vazhdon me Gimon që i ka thënë fjalën që fillon me sh, mbaron me atë, domethënë ofendime nga më të mëdha. Dhe për ta thelluar akoma më shumë, kemi Selin që i ka thënë: "Ti ke një sugar daddy, ti je një gocë Dubai." I ka thënë Stenaldos: "Ty të ka dënuar Zoti se nuk shef as majtas as djathtas." Ndërkohë edhe me Selin që ishte më e fundit i ka thënë: "Ti shkon me disa meshkuj njëkohësisht." Ndërkohë Mateon e ka goditur te motra duke i thënë që me sa vete ka kryer motra jote marrëdhënie seksuale, por thënë kjo, ky është produksioni më i dështuar që ka ekzistuar ndonjëherë, me lojën më të qelbur, me lojtarët më të paaft ever që nuk din të bëjnë dot një lojë të saktë. Dhe për këtë arsye mbajnë akoma një person si Rogerti në atë lojë.